Edhe në shumë vende nuk ka rrezik pi gjarpje, unë e kom cek edhe ceki, edhe që. Kukunane. Pse thonë që gjarpi është hasa? Po na më shumë jem hasëm me njëri tjetrin se sa me krijesa tjera. Ta dinë me ta kuptua për shembull bamirësinë që ja u bën. Popullata për shembull te njerëzimi është krejt e kundërta. Sa më mirë ti bëj dikun e çesh makes del në fund. Është një mos e popullit e ka një fobi jashtëzakon. Gjarpni nuk është aq që thujnë njerëz edhe e morin njerëz, për shkak që ky është tolerues edhe largohet. Piton, ky forcën e ka me gulfatje. Te marr me veten shpe. Lirisht edhe po ta japet me gjithë karjëm. Deri të Zotit për gjithçka. Ujku Trump, qashtu po të thojnë, apo? Po. E ki? Pseudonimin. Po. Pse ujku Trump? Kjo ujku Trump ka ndodhur për shkak që unë jem konë si adhuruesi kadrën, përgjithësi, sidomos edhe i ujkut. Edhe ndërkohë, për shembull, që e kam cek disa herë, isha tu e shëtit me ujqit edhe e kom pas një ujk që e kam. O konë pak ma i... Do më thonë, pak i shkuptime, më së të kuptuin njerëz, për shembull një mënyrë tjetër, por është si ma i lazum një fjalë popullore, edhe ma i halitin që thojnë, edhe unë e mora një ide, hajtë vetë me veti t'jepi një emër, një pseudonim, sikur për shembull në qatë kohë kur o kon Trumpi, edhe ja jepa ujku Trump. Unë i herë mas pare e kom studiu, do më thonë historinë e një ujku, ka do më thonje, shkel për shembull në drejt, në ligj, ose për shembull në emën një personi, ose një presidenti që është i Amerikës, edhe e kom pasi nuk ka kur gjon rrezik, edhe ja kom vendosur ato. Se tash për me marr iniciativë me e bon në emën një ujk për shembull, edhe me e kuptu kush është për shembull presidenti Trump, ti duhesh më kon guximtar. E nëse me gjarpën në dorë, Po. na trego pak nga lindi ideja, si e ka që lidhën me gjarpënaj? Unë në përgjithësi me botën e egër, si fëmijë i vogël, e kom cek se jem kon, domethënë me një fjalë popullore, adhuruesi i tyne. Ose dashamia i tyne. Në përgjithësi s'ka lidhje, është kafsh, është zvaranik, është insekt, është brec, çka do të thosh, jem kon për shembull adhurues, edhe nëse jem kon më shumë me natyrën, edhe sidomos ne ja kagjërojmë edhe ka foli për ndërbrej pak kështu që një lepër që ti po folim në kështu se natyra ka gjithçka lepër e gra, fol. Ku peshat lepër? Që që ti stash del çanën edhe shohim apo. Edhe është problemi këtu se këtu të bojnë mundi mirë. Pse të bojnë mundi mirë? Unë ja ku ngushtu si thonë jetën edhe ju morë me tu, po këtu ta dinë me ta kuptua për shembull bamirësinë që ja u bën. Te popullata për shembull te njerëzimi është krejt e kundërta. Sa më mirë ti bëj dikun e çesh makes del në fund. Edhe kjo është arsyeja ime edhe dashuria ime ndaj këtyre krijesave. E sa janë të rrezikshëm apo helmus, a diçka? Këtu tash ti ka gjarp pe helmus, për shembull ka është ai viperka që është edhe flitet edhe është gjarpni ma helmus që thirret në Evropë. Domethënë ka edhe në vendet tona në shumë pjesë. Po ka edhe llojet e gjarpnis që janë helmusi. Ka një lloj tjetër për shembull që është 50 helmus. Edhe kështu tash edhe ky gjarpni që ka, ky nuk është helmus, ky është piton, ky forcën e ka me gulfatje ose me lidhje, për shembull me shtrëngim andaj kur e bën atë rritjen e tij, por për momentin është i ri edhe nuk ka kur gjë rrezik i tij, është shumë i bukur, shumë i veçantë, unë i duhet, dikush thotë pse qysh është ai kokajo me një fjalë popullore që thonë i budalla mos andaj kënaqë, po në si marr parasysh ato sa për shkak që unë e bëj punën time edhe unë e bëj shumë me krenari edhe jam krenor që jam kosovar jam mas pari, pse se edhe në Kosovë i kem ato si thojmë një farë mënyre talentat tonë të veçantë që kanë bom në për shumë vende të tjera edhe evropiane edhe botnore edhe unë në këtë lami ma temën sa ka mundësi e tregoj për shembull që kemi një aftësi edhe na si shqiptar për shembull gjitha pjesët. Sa ka si jo? Që nuk e kam fobi më merr me gjarpënaj. Që shmerë në orën sepse si ka. Normal që njerëz ka që mujnë me kap një gjarpër nëse njashka, po historia jeme është diçka më e veçantë pse se e kanë kuptuar njerëz se unë kom punu edhe kom bë diçka shumë më të veçantë me ujkun një herë mas pari që s'ka mujt, sepse si ka mujt me vë dikush se unë e kombin në gjuhën shqip ujkun për shembull unë me fol edhe ai me veprua, me reagu shka ti thonë edhe andaj nej. Po edhe shumë disa disa sanet të tjera, me disa shpenzë të tjera dhe me këta e kom bën diçka shumë më interesante edhe u veçantë edhe u kon gjerpën e lëmus, edhe për atë arsye jemi një pak më i veçantë në gjitha trojë shqiptarë dhe më gjojnë me këtë pseudonim si ujku Trump. Është shumë interesant se e kanë fitu populli shqiptar në përgjithësi edhe këta ceki një besim veçantë unë edhe
për çdo një rrezik, pa marrë parasysh, si nga këta zvaranik, si nga qelpsat, si nga një kafsh tjetra, në mbështetën tonë dhe mvesin, shka me vepru, qysh me menaxhu dhe qysh me ja dal deri te fitoria. Edhe unë ju japi këshilla të ndryshme, janë të kënaqur gjithë populli dhe inshallah do Zoti edhe kem gjithë të na jesh shëndet edhe sukses. Qysh na e trego pak çka ju bën ti që nuk të sulmojnë as. Po kjo unë e tregova shumë në fillim se unë nuk kam problem tash në shumë vende thonë një është kështu i madh jo anaj, ne bile sidomos dje kisha pak punë në Prishtinë edhe një zyrtar aty u zateta me tonë një farvendi bash zyrtar është. Ne po s'po ja bëjmë publike emrin, tha çështu tha me një vend atje nalt ku është ka e valia, tha për në del, tha shumë është i madh një gjarpën, tha e kanë po familje, e kanë po krejt, tha e po tutëm për fëmijë. Thash ai e ka vend qëndrimin e vetë, nëse është në qatë madhësi që shbë thuaj, ka najtë një kohë shumë gjatë aty. Edhe ma tregoj që është vendi njerë, por se unë kam qef me pa vendin me ditë edhe të një me ta kallëzu historinë, se pa vendin në nuk mujmë, për shembull, më shku në qiell ose pa shku në qiell pi tokë me të kallëzu shako atje, po për shembull. Se shkojnë ata me nas edhe studiojnë. Edhe më tha çështu edhe ja kallëzova. Thash ai ka vend qëndrimin që ka qëndruar një kohë shumë gjatë. E ka vendin që po thuti, e ka çet vend. Ai ka paralajmëruar njerëz, po këta s'e kanë kuptuar një far paralajmërimin që i kanë disa gjarpë. Se në disa pjesë gjarpet edhe fizhllojnë. Ta e kanë vrajtin për shembull mos më shku në habitat tyne ose në territor tyne, nëse s'e kupton mundon të kanë edhe rrezik. Po nëse ti trekën një pjesë tjetër ai nuk ka rrezik. Edhe në shumë vende nuk ka rrezik pi gjarpë, unë kom cek edhe ceki. Gjarpni nuk është aq që shtojnë njerëz edhe e morin njerëz, për shkak që ky është tolerues edhe largohet. Na kur të ngacmojnë normal që edhe dy dur për një kry. Çka do të thotë gjarpri për juve? Për mua gjarpni sikur s'po di ç'më thon, sikur një krijesë më buta që ekziston diçka, që ashtu është njësoj për mua. S'është për shembull, nashti më i rrezikshëm mundet më dal në një sen shumë më i vogël edhe ma i pa deri me tani se sa një gjarpën. Seriozisht unë e foli drejt, pse se me e pas kit fobi ose diçka unë nuk shkoj për shembull me shti dorën gjithkohë pa lidhje se mi kap një gjarpën. Po unë kur nuk e bëj mend, se unë kam thonë edhe them se nashti një ditë mundet të pi një pickimi edhe mos të jam më tjetër, se kjo mundet më ndosë kur e ki për shembull këtë detyrën me një botë tegra të rrezikshme, mundet më pas edhe pasoja lëndime të ndryshme, edhe shumë serioze, aty duhet më marr parasysh çdo një person ose një njerëz. Po unë interesant si mendoj shumë fort këto gjëra, inshallah Zoti na ruan edhe hatre edhe i popullit, pse se është një mos e popullit e ka një fobi jashtëzakon. Populli një fobi po thuaj kanë. Valla e kanë një fobi jashtëzakon, sidomos gazetari as që është nga të mirë, e ka fobinë më veçantë s'ka, po ndërkohë unë ty e shpjegu edhe ty anë kjo ka më u bindë edhe vetë edhe nuk ka më pas më edhe pse. Nuk i tut na gjarprit, po helmit. Po, si populli çfarë? Po, ani po helmi, në helmi nuk ka, tash kur ta shpjegojnë për shembull, ky e ka ai se ka, dush më koni kuptueshme. E çka do më bëu ashtu me mua? Unë du më bëu me ty për shembull ti deri pore o vje kem këtë kamermonin shka ka fol edhe unë ty ta bëj një asis nëse ja u bo shumë gazetarve edhe kanë bën këto edhe sot jenë lumtën dhe kanë tek në fobin, ti mund është vishë me këqyra nëjnë, na bëjmë një shumë interesant edhe që. Oh, kukunon! Amo pevrej që po të shtrëngaj ka. Po, edhe a jetë është ma e sigurt. Apo dukna që po tut na ju. Hish asë një reagim po më duket ke po tutët për meja. Ta të bëne seriozës që e pate një fobi po tash se kije. Po, në fillim e pata kur erdha, se ka hira parë për mu, amo që tash ju. Amo e pse thuin që gjarpri është hasa. Na trego pak. Po, qëre. Në ndër me pothën e shumë keq bile, se le ma kështu. Po jo, ngam tashti. Se këtu jenë fjalë, hiç lirisht mojë që ndajnë. Këtu jenë fjalë që i kanë thonë për shembull shumë përpara, jo ky është kështu, jo ai ashtu, edhe jeni me këtu, edhe jeni hinë ashti një farë mos edhe si histori. Se çdo një krijesë na ta kuptojmë Zoti e ka krijuar. Edhe tashti çdo një krijesë ka drejtimin e vet, e ka jetën e vet. Gjithaj ka ato të vetët. Edhe na mujmë kon për shembull për dikon. E kupton, edhe na mujmë kon për krijesa për shembull, mujmë thonë edhe na jem për dikon që jem shumë njerëz hasëm për dikon tjetër. Po na më shumë jem hasëm me një tjetrin se sa me krijesa tjera. Domethënë këtu ku kanë me neve, nuk kanë me një tjetrin, po na jem me një tjetrin, na si njerëz. E kuptuava tash këto. E tash çdo një san shkon zinxhir. Po i ka me ashtu edhe thonë se jo, nuk është ashtu, se çet ti deri pore e pote fobin shumë të madhe. Qërë tash ti? Pe e mon vetë. Ngjyre, po. Edhe kje prezent kur tha unë nuk muj me e bo vetëm pjesë largë një sore me ty, tash ti shka mohe? Jo, tash më krema, tuta.
A Petron fjallë tua? Po, mi tha? unë të tashme dhe ma jetë edhe tha ma petë prapë. Me marrë me vetin shpe? Lirisht edhe për të epjet, me gjithë të kërë jam. Une jem një njeri që ja du të mirë në vendit tem, ja du të mirë në poplit tem, edhe une kom qeftë në jetë me fjallë të mira, për shembull për popullin mësë me pas, për shembull fobi të ndryshme, se fobia është një pjesë smuje edhe sharkohet në trupin e njerit edhe mundet më konë edhe një pasojë shumë e veçantë për jetën e tij. Për shkak se ku do të shkon në një vend, për shembull, që është shumë i panjohur, ose në një vend, për shembull për shëtitje ose më dal diçka tjetër ose për ai më dal me familje, më ndaj dikon kur shkon në natyrë, ai vetëm rrin nën sot të shikuar rreth, për shkak që e ka fobi, ajo quhet fobi. E kur e zbut fobinë dhe e largon fobinë, do të më konë shumë majqet. Normal që është majqes, tash për shembull sikur ti afër pyllit jemi, jo s'po shkojmë këtu janën, po me kohën gjithçka bëhen. Jam fobia mu ja, kur më tut. S'ki shka tutesh. Ujk, a thëm ujku Trump. Falenderoj shumë se gjete ku me nda me neve. Edhe unë ju falenderoj shumë. Edhe ma heke fobin, plus. Unë jem një njeri, kur të një njeri që ja du të mirë në vendit, edhe ja du të mirë në poplit, edhe kam respekt për gjithë poplin shqiptar që i respektojnë gjitha onë ku janë. Çdo një njeri që ka një fobi shumë të madhe nga gjarni, unë i bëj apel që të vinë te unë se valloj shumë shpejt kanë me largue. Shumë shpejt kanë me largue dhe kanë më befasue. Seriozisht e kam. Pse? Se unë e kam një bindje se kur është një krijesë dhe bindet krijesa me afrimin tem, me sinqerimin tem të një njeri shakosës se largon. Do më thonë, po kuptuat, nuk është vishë rasti ytë, po i kom me qindra raste që i kom të rujtne që jenë sot kënaqur që e kanë largu fobi. Kështu, të uroj suksese, që shka bukur. Ishte kënaqësi. Shumë prej teja dhe prej krejt atyne që na ndoqën. Respekt. Respekt për të gjithë. Kushtu thot. Faleminderit Zotit për gjithçka. Faleminderit edhe juve që na ndoqët, Zoti ju rujt. Kaq kishim për sot, dhe shihemi mirave tjera.